Burrat nuk e humbin mendjen për shkak të asaj më të bukurës, më bujarës apo asaj që i bën të gjitha saktë. Ata lidhen me diçka që nuk mund të shpjegohet logjikisht, por që ndihet si një goditje e qetë në shpirt. Është një energji, një dridhje e hollë, një frekuencë që nuk shihet, por ndjehet si një përshpëritje në kraharor. Ti e ke rezatuar atë më parë, pa e ditur dhe gjithashtu e ke bllokuar, pa e vërejtur. Ky video nuk është thjesht një tjetër, është një tërmet emocional, një zbulesë që do të dekodojë çdo ide të gabuar për dashurinë dhe marrëdhëniet. Këtu do ta zbulosh të vërtetën e pastër që askush nuk ta ka thënë. Nuk ka rëndësi sa shumë ke dhënë apo sa perfekte ke tentuar të jesh. Disa burra qëndrojnë, të tjerë largohen. Pse? Sepse dashuria nuk zgjohet me logjik, ajo ndizet nga prania, nga mënyra se si je me veten kur ai të shikon. Pikërisht kjo e magjeps atë, pa e ditur pse. Dhe nëse qëndron deri në fund, do ta kuptosh me një qartësi që do ta ndryshojë rrënjësisht jetën tënde të dashurisë. Jo përmes teknikave, jo përmes strategjive, por përmes vetdijes. Ai nuk bie në dashuri me gjestet e tua apo fjalitë e menduara me kujdes. Ai bie në dashuri me gruan që je kur nuk përpiqesh të pëlqehesh, me energjinë që trupi yt rrezaton pa mundim, me qenien që ndoshta as ti vet nuk e vëren, por që bërtet nga heshtja. Ndoshta ke menduar se e ke fituar me buzëqeshjen tënde, me shikimin, me mënyrën e të folurit, por ato ishin vetëm dera hyrëse. Ajo që e lidh emocionalisht është ajo që ndjen kur je pranë tij. Ndonjëherë është ajo qetësi e papritur ose një dridhje e brendshme që ai nuk mund ta shpjegojë. Dhe gjëja më e fuqishme në këtë është shpesh as ti vet nuk e di që po e krijon pikërisht këtë efekt. Dhe tani vjen pika më zbuluese, ai nuk bie në dashuri me ty, ai bie në dashuri me veten kur është me ty. Me ndjenjen që ti zgjon tek ai. Nëse ai ndihet i qetë, i ngritur, i frymëzuar pranë teje, ai qëndron. Por nëse ndihet i shqetësuar, i tensionuar në mënyrë të nënkuptuar apo në parehati, instinkti i tij aktivizohet. Ai nuk e kupton pse di vetëm që ka nevojë të largohet. Dhe jo, kjo nuk ndodh sepse ti nuk je e mjaftueshme, por sepse energjia jote nuk është në harmoni me ty vetë. Nëse mbart pasiguri, dyshime apo nevojë të fshehur brenda teje, ai nuk e analizon këtë me vetdije, por e percepton si një shurm emocionale, si një fushë që largon në vend që të përqafojë. Nuk është magji, është dridhje. Louise Hay e tha në mënyrë pothuajse mistike, ne nuk tërheqim atë që duam, por atë që jemi dhe atë që besojmë se meritojmë. Kjo është origjina e gjithçkaje. Ti mund të thuash, dua të jem e dashuruar, por nëse trupi yt rrezaton urgjencë, shpirti vajtithit mungesë dhe mendja jote bërtet frikë, atëherë kjo është ajo që tjetri ndjen. Dhe pikërisht atëherë ai fillon të tërhiqet pa ditur pse, por me një ndjenjë që duhet ta ndjek. Dëshiron ta shohësh me sytë e tu, dëgjo këtë histori të vërtetë. Elena, 38 vjeçe, psikologe, e bukur, e ndjeshme, emocionalisht e hapur. Çdo herë që ajo binte në dashuri, jepte veten tërësisht. Dëgjonte me vëmendje, mbështeste pa kërkuar asgjë, përshtatej, jepte dashurinë e saj pa kushte. Dhe në fillim, gjithçka shkonte në mënyrë perfekte, lidhje intensive, biseda të thella, shikime që thoshin më shumë se mira fjalë. Por pas disa javësh ndodhte gjithmonë e njëjta gjë, ai tërhiqej. Fillimisht mendonte se ishte thjesht fat i keq. Pastaj filloi të besonte se diçka nuk shkonte me të. Por nuk ishte ashtu. Për vite me radhë ajo mendoi diçka është e thyer tek unë. Por pastaj gjithçka ndryshoi në një rreth grash, kur një mentore e energjisë femërore e pa në sy dhe i tha një fjali që e tronditi deri në palc, prania jote nuk është tek ti, ajo është tek ai. Ishte sikur një maskë e padukshme t'i binte nga sy. Në atë moment ajo kuptoi sa herë që binte në dashuri, ajo ndalonte së qëndruari tek vetja. Vëmendja, energjia, qendra e saj, gjithçka fillonte të rrotullohej rreth ndjenjave të tij. Nëse ai ishte i lumtur, nëse gjithçka po shkonte mirë, nëse ai ishte ende i interesuar, pa e vërejtur, fusha e saj energjetike zhvendosej.
Nuk ishte më e ankoruar në të, por sillej rreth dikujt tjetër, dhe kjo pa thënë asnjë fjalë ndryshonte të gjithë dridhjen e saj. Gruaja e vetëdijshme, rrezatuese dhe e mbështetur në tokë që ai kishte njohur fillimisht, fillonte të tretet. Energjia e saj e fortë fillonte të dërgonte nevojë, dëshirë të fshehur për miratim dhe pritshmëri të heshtura. Ai e ndjente këtë. Nuk thoshte asgjë, por e perceptonte si një dridhje që rëndoi, si diçka që shuhet pa arsye të dukshme. Dhe atëherë ai fillonte të largohej. Një burr mund të tërhiqet nga trupi yt, por ai bie në dashuri vetëm me atë që ndjen në vetvete kur është me ty. Shpirti mashkullor nuk kërkon një grua që t'i jap gjithçka, ai kërkon një grua që është e mbushur me veten. Një grua që nuk ka nevojë për t'u ndjerë e plotësuar, por që e frymëzon të rritet nga bollku i tij. Këtë nuk na e kanë mësuar. Na kanë thënë që për t'u dashur duhet të përpiqemi të themi gjithmonë po, të jemi të këndshme, të disponueshme, të buta, por jo shumë intensive, të mos dukemi të ftohta, por as të nevojshme. Dhe në këtë rrugë, shumë gra janë larguar nga e vërteta e tyre. Louise Hay foli nga një mençuri plot dashuri: kur të mësosh ta duash vërtet veten, do të ndalosh së dërguari lutje emocionale dhe do të fillosh të frymëzosh dashuri të vërtetë. Kjo është ajo që ai ndjen dhe nuk mund ta përkufizoj, kur je vërtet e pranishme, kur nuk pyet gjithmonë veten nëse ai të do ende, kur nuk vepron nga frika se do ta humbësh. Energjia jote ndryshon dhe ai e percepton këtë si diçka tjetër, diçka që e qetëson, e mbështjell, e tërheq. Ai nuk e di pse, por fillon të qetësohet. Ai ndjen paqe. Ai ndjen se mund të jetë thjesht vetja e tij, sepse nuk ka përballë një grua që ka nevojë për të, por një grua që tashmë e ka zgjedhur veten. Dhe pikërisht kjo e ma gjeps më shumë se çdo pamje, çdo strategji, çdo gjest i stërvitur. Ai nuk bie në dashuri me grimën tënde apo trupin tënd perfekt. Ai bie në dashuri me paqen e brendshme që t'i rrezaton kur nuk vepron nga frika. Dëshiron një çelës praktik për ta aktivizuar këtë energji, para se ta kontaktosh, para se t'i shkruash, para se të mendosh për të ndalur. Mbylli syt, drejtoje vëmendjen tek zemra jote dhe pyete veten: jam tani tek vetja ime, apo tashmë jam drejtuar nga ai për të siguruar diçka? Merr frym thellë, nxirre dhe përsërit në heshtje: unë zgjedh veten time. Dhe nga kjo energji hyj në marrëdhënie. Ndje se si kthehesh përsëri në qendrën tënde, si e rifiton hapësirën tënde të brendshme, si nuk ke më nevojë të vraposh pas asgjëje, sepse tashmë je këtu. Dhe pikërisht këtë e sheh njeriu. Një burr që është gati të dojë vërtet, nuk kërkon një grua që derdhet në boshllëkun e tij. Ai kërkon një grua që banon tek vetja, që jeton në bollëk dhe ndan nga ky bollëk jo për ta plotësuar atë, por për ta ftuar të rritet pranë saj. Dhe në seksionin tjetër do të tregoj diçka që nuk mund të shihet me sy, por që ai e percepton si një magnetizëm misterioz, një frekuencë që ti po e dërgon pikërisht tani, pa e ditur. Dhe kur një grua e rrezaton këtë, një burr nuk mund të bëjë ndryshe veç se të afrohet. Nëse tashmë ndjen se diçka po zgjohet brenda teje, atëherë bëhu gati, sepse ajo që vjen tani ka fuqinë të transformojë energjinë tënde përgjithmonë. Por para kësaj abonohu dhe jepi like këtij videoje, sepse ka diçka që ai ndjen kur të sheh, por nuk mund ta shpjegoj. Nuk është veshja jote, nuk është zëri yt, nuk është ecja jote. Është diçka më e thellë. Është ajo dridhje që lind kur je në qendrën tënde, kur nuk vepron nga frika, kur nuk përpiqesh me dëshpërim të provosh se je e mjaftueshme. Këtë ndjenjë, edhe pse ai nuk mund ta quajë me emër, trupi i tij e regjistron si një fushë energjie të sigurt, si një ftesë për të qëndruar. Dhe gjëja më e fuqishme në këtë është nuk varet nga pamja jote, as nga peshur gjot, as nga makeupi yt, as nga fakti nëse gjitur gjot është një kaos apo një përrall. Varet nga diçka shumë më e hollë, si ndihesh me veten tënde, kur askush nuk të sheh. Louise Hay e mësoi këtë nga e vërteta më e pastër. Dhe sot, kjo e vërtet të thërret të kujtosh: energjia që rrezaton është një pasqyrim i drejt për drejt i marrëdhënies që ke me veten tënde.
nuk ke nevojë të thuash asnjë fjalë, dridhja jote flet për ty. Dhe pikërisht kjo dridhje tërheq në mënyrë të pavetëdijshme ose largon shumë kohë para se ta vëresh vetë. Sepse një burr mund të tërhiqet nga ajo që sheh, por ai qëndron vetëm për shkak të asaj që ndjen kur ti je e pranishme. Dhe kjo nuk arrihet përmes bërjes, por përmes qenies. Më lër të tregoj një histori që mund të prekë thellë. Sofia, 36 vjeçe, sipërmarrëse, karizmatike, e fortë. Ajo kishte disa lidhje afatgjata dhe në secilën përsëritej i njëjti model. Në fillim, burrat mbeteshin të impresionuar nga vetbesimi i saj, aftësia për të dëgjuar, dashuria e saj pa kushte. Por me kalimin e kohës, diçka ndryshonte. Burrat bëheshin të distancuar, të ftohtë, të hutuar. Sofia provoi gjithçka. Ishte e disponueshme, e duruar, besnike. Dhe përsëri gjithçka dështonte. Përsëri, ajo pyeste veten, pse jap gjithçka dhe prap nuk zgjidhem. Deri kur një ditë, në një konferencë mbi energjinë femërore, dëgjoi një fjali që e tronditi në thellësi: ka gra që janë të varura nga dhënia, jo nga dashuria, por nga frika se nuk janë të mjaftueshme nëse nuk japin gjithçka. Dhe në atë moment ajo e kuptoi. Gjithë bujaria e saj, përkushtimi i saj, butësia e saj, në të vërtetë vinin nga një frikë e hollë që ajo nuk do të zgjidhej. Dhe megjithse ajo e fshehte pas një imazhi të fortë, energjia e saj bërtiste këtë pandërprerë. Dhe burrat e ndjenin. Sepse energjia femërore nuk është një strategji, nuk mund të falsifikohet. Është një frekuencë që aktivizohet vetëm kur je vërtet e pranishme në trupin tënd, kur shpirti yt nuk shtrihet jashtë për të kërkuar aprovimin. Kur je e qëndruar, rezaton diçka që asnjë grua që përpiqet të pëlqejet nuk mund ta imitojë. Dhe pikërisht kjo tërheq si një magnet i qetë. Një burr e ndjen këtë si paqe, si autenticitet, si çlodhje. Dhe në një botë plot maska dhe lojra, një grua që nuk ka nevojë të luajë rol bëhet e paharrueshme. Louise Hay e shprehu këtë me qartësi prekse: kur e respekton veten, bota, madje edhe burrat fillojnë të trajtojnë ndryshe. Kur dridhesh nga mungesa, nga boshllëku, nga nevoja për miratim, ata e ndjejnë këtë. Dhe edhe pse nuk mund ta shpjegojnë, largohen, sepse ndjejnë një presion të pashprehur, një barë emocionale që i shtyp. Por kur je e plot brenda vetes, kur nuk lyp dashuri me shikimet e tua, kur nuk kërkon miratim në çdo gjest, atëherë ai ndjen paqe. Dhe pikërisht për këtë ai kthehet, për këtë ai qëndron. Një çelës i menjëhershëm praktik para se ta kontaktosh, para se t'i shkruash, para se të mendosh me orë të tëra për të aktivizo fushën tënde energjetike. Bëj këtë ulu, merr frymë thellë, drejto vëmendjen tek qendra e gjoksit tënd. Imagjino një lule të mbyllur. Kjo lule je ti. Thuaj ngadalë, nuk kam nevojë të shihem prej ti për të qenë e vlefshme. Energjia ime është e vlefshme, sepse unë e njoh e para. Imagjinoje se si kjo lule hapet ngadalë, jo për të, por për ty. Si një akt respekti ndaj vetes. Si një kthim në shtëpi. Sepse kur zgjedh veten, energjia jote ndryshon. Dhe gjithë bota e ndjen. Përsërit ngadalë ose me mendje, kur zgjedh veten, dashuria më gjen pa pasur nevojë ta ndjej. Një burr mund të tërhiqet nga shumë gra, por ai qëndron vetëm me atë që nuk i lyp dashuri me sytë e saj, sepse ajo ja ka dhënë tashmë vetes. Dhe këtu vjen e vërteta e fuqishme: nuk ke nevojë të ndryshosh asgjë tek vetja. Nuk ke nevojë të bëhesh dikush tjetër. Ke vetëm nevojë të zgjosh energjinë tënde origjinale, atë që nuk konkuron, nuk lyp, nuk fshihet. Këtë energji që kur shfaqet, ndihet, perceptohet dhe mbetet përgjithmonë në kujtesë. Në pjesën tjetër do të tregoj fakte të qarta që duhet t'i shkruash dridhjet që një burr i ndjen, pa mundur t'i shpjegoj, dhe ato që e largojnë në mënyrë të pavetëdijshme, edhe pse ti nuk kupton pse. Do të jetë si një pasqyrë dhe njëkohësisht një aktivizim. Para se një burr të flasë me ty, para se të dashurohet diçka, tashmë ka ndodhur në nivel energjetik. Ai të ka ndjerë. Nuk po flasim këtu për tërheqje fizike, po flasim për një radar të brendshëm, të lashtë, që ka perceptuar fushën tënde energjetike shumë përpara se të thuash një fjalë.
Prandaj ka gra që nuk përputhen me imazhin ideal të tij dhe megjithatë e çarmatosin plotësisht, dhe të tjera që duket se kanë gjithçka që ai dëshiron, por nuk i zgjojnë asgjë brenda. Nuk është rastësi, është dridhje. Dhe ti, pa e ditur, po dërgon energji vazhdimisht. Një energji që flet më fort se trupi yt, buzëqeshja jote apo intelekti yt. Louise Hay e shpjegoi kështu: dashuria nuk vjen kur ti lyp për të, ajo vjen kur dridhesh në përputhje me vlerën tënde të vërtetë. Kjo është e vërteta që askush nuk ta ka thënë. Nuk ka të bëjë me atë që bën për të pëlqyer, por me atë që beson se meriton. Kjo është ajo që projekton në heshtje ajo që ai ndjen, edhe pse nuk mund ta shpjegojë pse. Fakti i parë, një burr nuk bie në dashuri me përkushtimin tënd, ai bie në dashuri me praninë tënde energjetike. Ai e dorëzuar ndonjëherë tërësisht, ke qenë e disponueshme, e vëmendshme, plot dashuri dhe prap ai iku. Kjo ndodh kur ka përkushtim, por jo prani të brendshme. Dhe ai përkushtim bosh lodh, nuk lidh. Ai ndjen kur ti je më shumë e fokusuar tek ai se sa tek vetja. Kur vëmendja jote është që ta bësh atë të ndihet i dashur, por ti vetë nuk e do veten. Dhe megjithse duket si dashuri, ai nuk merr të vërtetën tënde. Ai merr frikën tënde, të maskuar si butësi. Dhe kjo nuk krijon lidhje, por një faj emocional. Dhe më herët ose më vonë, ai largohet. Fakti i dytë, urgjenca jote e brendshme dridhet më fort se butësia jote. Mund të flasësh aq butë sa të duash, të kujdesesh për çdo detaj, por nëse vepron nga frika se do ta humbasësh, pikërisht këtë ai ndjen. Nuk mund ta shpjegoj, por ndjen peshën. Dhe kjo peshë e largon edhe nëse i pëlqen. Nuk është se ai nuk të pëlqen. Nuk është se nuk do të shoh. Është se trupi i tij reagon ndaj peshës së padukshme të urgjencës tënde emocionale. Dhe kjo e largon edhe pse ai nuk kupton pse. Fakti i tretë, një grua që e mban veten jo nga krenaria, por nga plotësia e brendshme bëhet magnetike. Kur një burr ndjen se ti je në paqe me veten, se nuk ke nevojë për të përtundjerë e vlefshme, se e shoqëron veten me dashuri, se e shijon jetën pa e pasur atë si plotësim, atëherë lind një tërheqje e thellë. Sepse energjia jote nuk kërkon, ajo rrezaton nga qendra. Dhe kjo nuk gjendet çdo ditë. Prandaj kur një burr ndjen këtë dridhje, ai e di këtë grua nuk e harron kurrë. Fakti i katërt, një grua që e do veten pa pyetur për leje, i trondit të gjithë ata që nuk janë gati ta mbajnë. Dhe kjo është thelbësore. Kur fillon të dridhesh ndryshe, kur ndalon së ndjekuri, kur flet me butësi me veten, kur kujdesesh për veten jo nga llogaritja, por nga përkushtimi, ka burra që nuk mund ta përballojnë dritën tënde. Dhe kjo nuk ndodh sepse ti po bën diçka gabim. Kjo ndodh sepse prania jote sfidon pjekurinë e tyre. Ata do të thonë se je shumë intensive, shumë e komplikuar, shumë e tepërt. Por në të vërtetë ata po thonë, unë nuk jam gati për një grua që nuk ka nevojë të shpëtohet. Dhe megjithse kjo dhemb është gjëja më e mirë që mund të ndodhë, sepse kush ikën kur ti rrezaton, nuk ka qenë kurrë i destinuar për ty. Fakti i pestë, gruaja që jeton në dridhjen e vlerës së saj nuk lyp, ajo zgjedh. Louise Hay e përsëriste vazhdimisht: dashuria që dëshiron fillon me atë që beson se meriton. Nëse beson se duhet të kënaqesh me më pak, pikërisht këtë do të tërheqësh. Nëse mendon se dashuria e vërtet është shumë për ty, nuk do ta njohësh, edhe sikur të jetë para syve të tu. Por kur fillon t'i thuash vetes në heshtje, unë jam e mjaftueshme jo për atë që jap, por për atë që jam, kjo dridhje bëhet fusha jote e re magnetike. Çelës praktik pastrim energjetik i bindjeve të tua për dashurinë. Bëje këtë ushtrim, nëse bie gjithmonë në të njëjtat modele, tërheq të njëjtin tip burri, jep më shumë se sa merr, ose kur sapo ke një urdik dhe dëshiron të nisësh nga një energji tjetër. Merr letër dhe stilo laps. Shkruaj 3 fjali që mendon shpesh për veten dhe dashurinë. Sër. Gjithmonë më lën. Burrat nuk më vlerësojnë. Jap gjithçka, por asnjëherë nuk mjafton. Tani ndjeje çfarë dridhjeje qëndron pas tyre? Çfarë po i thua universit në të vërtetë? Nuk e meritoj. Duhet të sakrifikohem që të më shohin. Dashuria është dhimbje.
Mbylli sytë, vendose njërën dorë mbi zemrën tënde dhe thuaj në heshtje. Unë I shpërbëj të gjitha bindjet që nuk më nderojnë. E meritoj një dashuri që nuk më lodh. E meritoj një dashuri që më sheh. Merr frymë. Imagjino një version të ri të vetes, një grua që nuk vrapon më pas askujt, sepse e di që energjia e saj I bën të gjitha. Sepse ajo që burrat ndjejnë edhe nëse nuk mund ta thonë është fusha jote energjetike. Dhe kjo fushë nuk krijohet nga grimi, përpjekja apo strategjitë. Ajo lind kur ti vendos ta zmadhosh dritën tënde, pa u zvogëluar për të pëlqyer. Në pjesën tjetër do të tregoj gabimin më të zakonshëm që bën që një burr të tërhiqet, pa e kuptuar ti dhe si ta ndryshosh frekuencën tënde, që ai të afrohet, pa pasur nevojë ta ndjekësh ndonjëherë. Dhe kur ta ndjesh këtë, do të kuptosh diçka shumë të thellë. Dashuria nuk ka qenë kurrë jashtë teje. Ajo vetëm ka pritur që ti të kthehesh tek vetja. Burrat nuk largohen sepse bëhesh e mërzitshme, as sepse shfaqet ndonjë tjetër apo sepse nuk je e mjaftueshme. Shumë largohen pa thënë asnjë fjalë, sepse energjia jote bëhet shumë e rëndë për ta. Dhe ti nuk e vëren sepse vazhdon të jesh e dashur, e pranishme, e kujdesshme dhe e dhënë. Dhe pikërisht këtu qëndron problemi, jep shumë shpejt. Dhe kjo dhënie nuk vjen nga bollëku, por nga një urgjencë e heshtur, nga një frikë e hollë që dridhet thellë në fushën tënde energjetike. Edhe pse ai nuk mund ta shpjegoj, ai e ndjen. Ajo që ti e quan lidhje nuk thuhet, ajo rrezatohet. Nuk ke nevojë të pyesësh, a jemi mirë? Nuk ke nevojë të shkruash 10 herë apo të bësh skena xhelozie. Lidhja nuk është veprim, është frekuencë. Është ajo tensioni në trupin tënd, kur pret mesazhin e tij. Ajo shqetësimi, kur ndjen se mund ta humbasësh. Ajo po të jap gjithçka që të qëndrosh e maskuar si butësi. Dhe gjëja më e trisht është ti mendon se kjo është dashuri, por ajo që ai ndjen është barë. Louise Hay e tha qartë kur e zvogëlon veten që dikush të qëndroj, ti nuk po do. Ti po e braktis veten. Po të tregoj një histori që e bën këtë të qartë. Daniela, 35 vjeçe, njohu një burr që dukej si përkthimi I të gjitha ëndrave të saj, I vëmendshëm, I mençur, I dashur, ambicioz. Lidhja ishte aty menjëherë biseda të pafundme, kimi e fortë. Por disa javë më vonë, ai u bë I distancuar, shkruante më rrallë, kërkonte më pak afërsi. Daniela u hutua dhe pyeste veten, kam qenë shumë intensive? Thash diçka gabim? Ajo e pyeti. Ai u përgjigj, nuk e di çfarë po ndodh. Nuk ndihem më I lidhur si në fillim. Disa muaj më vonë, gjatë një seance me terapisten e saj energjetike, Daniela e kuptoi nuk kishte të bënte me atë që kishte thënë. Kishte të bënte me energjinë që rrezatonte kur filloi ta idealizonte, kur pa tek ai përmbushjen e saj. Ajo e la veten dhe e vendosi atë në qendër. Në atë moment, energjia e saj u bë pritshmëri, dhe ai ndjeu atë presion të heshtur. Pse kjo I largon burrat? Sepse një burr nuk qëndron për të mbushur boshllëqe. Ai qëndron kur ftohet të ndajë një jetë jo për ta shpëtuar atë. Kur ti jep nga frika se do ta humbasësh, kur sakrifikon kohën tënde, qetësinë tënde, rutinat e tua, ai nuk ndjen dashuri, por detyrim. Dhe detyrimi vret tërheqjen. Në të kundërt, kur qëndron e qëndruar, kur nuk e vë atë në presion që të zgjedh, kur nuk e ndryshon energjinë tënde nga frika se mos bëhesh e mërzitshme, fusha jote bëhet e lehtë. Dhe kjo lehtësi e bën atë të dashurohet. Lëshimi nuk është ftohtësi, është dashuri e jetuar për veten. Shumë gra besojnë se nëse nuk vrapojnë pas ti, do ta humbasin. Por e vërteta është ai që është vërtet për ty, vjen vetë. Dhe ai që ikën nuk ka qenë kurrë I yti. Nëse duhet të vraposh pas ti, e ke humbur tashmë. Sepse dashuria e vërtet nuk ikën nga një grua që e do veten. Ajo ikën nga një grua që e braktis veten, vetëm që të zgjidhet. Dhe këtu vjen mësimi më I qartë nga Louise Hay, nuk ke nevojë të ndjekësh dashurinë. Duhet vetëm të bëhesh vendi ku dashuria dëshiron të qëndrojë. Çelës praktik aktivizo energjinë e lëshimit femëror.
Bëje këtë kur ndjen se po bie në obsesion, kur po kontrollon telefonin vazhdimisht, pret mesazhin e tij, nuk mund të ndalosh së menduari për të. Ulu, vendose dorën mbi qendrën e zemrës. Prano, po i jap atij më shumë energji se sa vetes. Pastaj përsërit në heshtje ose lehtë, nuk vrapoj pas askujt. Nuk mbaj askën. Qëndroj tek vetja. Imagjinoje se si energjia jote, mendimet e tua, dyshimet e tua, pritshmëritë e tua kthehen tek ti. Merr frymë thellë dhe fol me fuqi të brendshme, burri që është i destinuar për mua, nuk ka nevojë të bindet. Ai thjesht duhet të më gjejë të plotë. Sepse ajo që e tërheq më shumë, nuk është përpjekja jote, as përkushtimi yt pa kufi, as aftësia jote për t'u përshtatur. Është dridhja që rrezaton kur nuk përpiqesh ta kapësh. Kur je tërësisht tek vetja e qëndruar, ai qëndron sepse ka zgjedhur të dridhet lart vetë. Dhe nëse jo ti nuk bie, sepse e ke veten. Në pikën tjetër do të tregoj kthesën emocionale atë moment kur shumë burra dashurohen, pa ditur pse. Është momenti kur ndalon së kërkuari dashurinë dhe fillon ta rrezatosh atë. Dashuria e vërtet nuk ndiqet, ajo rrezatohet nga një grua që tashmë e ka zgjedhur veten. Gjëja më e fuqishme që mund të bësh për të tërhequr një burr që të do vërtet, nuk është të bëhesh gruaja perfekte. Është të kujtosh kush je, kur nuk përpiqesh të jesh dikush tjetër. Kur një grua e nderon veten, nuk e vendos më në vendin e fundit dhe nuk dyshon më në vlerën e saj, energjia e saj ndryshon. Ajo nuk kërkon më, ajo rrezaton. Dhe kjo rrezatim nuk vjen nga egoja, por nga një lidhje e shenjtë me veten. Ajo nuk e bën një burr të dashurohet sepse është e vështirë për t'u pasur apo sepse duket misterioze, por sepse nuk dridhet më nga mungesa. Ajo është e plotë, dhe kjo ndihet në çdo gjest, në çdo heshtje, në çdo shikim. Ka një diferencë të madhe mes një gruaje që dëshiron të dashurohet dhe një gruaje që tashmë e dashuron veten. Një pyetje për ty: nga cili vend flet? Nga a do të më zgjedh këtë herë? Apo nga unë jam në paqe me veten time, dhe nëse dikush vjen vetëm për të pasuruar jetën time, sepse nëse e ke tashmë veten, kjo është më shumë se e mjaftueshme. Edhe nëse nuk duket ndjehet. Burrat nuk e thonë me zë të lartë, por ata e dinë. Ata e ndjejnë kur ti je e plotë, kur nuk ke nevojë të shpëtohesh, kur nuk ka mungesë të brendshme që bërtet për vëmendje. Dhe atëherë ata afrohen jo për të pushtuar, por sepse duan të ndërtojnë diçka të vërtetë. Po të tregoj një histori që e ilustron këtë. Imena, 39 vjeçe, prej kohësh beqare. Gjatë asaj kohe ajo mësoi të shërohej, të ishte vetëm, pa lypur, të lidhej me trupin dhe zërin e saj. Filloi përsëri të kërcej, të lexoj, ta shijoj veten pa ndjenja faji. Dhe kur takoi Samuelin, nuk kishte nevojë ta impresiononte. Ishte thjesht vetvetja. Dhe ai e ndjeu. I tha diçka që ajo nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë, prandaj e ndjej qetësi. Nuk kam ndjesinë se duhet ta fitoj dashurinë tënde. Kam ndjesinë se dua të jem i denjë për energjinë tënde. Imena nuk kërkonte. Ishte e pranishme. Ishte e mbushur. Ishte e vërtetë. Dhe nga aty erdhi dashuria, jo për të mbushur boshllëqe, por për të rezonuar me të vërtetën e saj. Louise Hay e tha me zemër: dashuria e vërtetë nuk lind nga përpjekja. Ajo shfaqet kur ndalon së refuzuari veten dhe fillon ta shfaqesh me krenari. Ky rrezatim nuk mund të luhet, nuk mund të detyrohet. Ai rritet nga brenda jashtë, kur ja fal vetes, kur flet me butësi me veten, kur rri me veten në vetmi pa drama, kur zgjedh veten përsëri, edhe kur askush tjetër nuk e bën. Kjo është energjia që nuk ndjek më sepse e di që dashuria që meriton nuk vjen sepse e kërkon, por sepse tashmë dridhet sikur ta kesh. Çelësi i fundit aktivizo dridhjen e gruas që e ka zgjedhur veten. Bëje këtë ushtrim kur vëren se po kthehesh tek modelet e vjetra, kur po pret, po justifikohesh, apo po e zvogëlon veten që të mos dukesh shumë. Qëndro para pasqyrës. Shikoje veten në sy dhe thuaj me zë të fortë: unë tashmë e kam zgjedhur veten dhe nga këtu zgjedh gjithçka tjetër. Mbylli syt. Merr frymë thellë. Nxirre frymën.
përsërit nuk kam nevojë të kërkoj, sepse dashuria që më kërkon mua është në harmoni me atë që unë tashmë jam. Imagjino një dritë të ardhë që të mbështjell, jo si diçka që vjen nga jashtë, por si diçka që e rrezaton vetë. Kjo je ti. Kjo është ajo që po rrezaton tani. Ndjeje këtë fjali, nuk po lyp më për t'u dashur, sepse dashuria e vërtet vjen tek gruaja që e nderon veten edhe kur askush nuk e sheh. Kjo është ajo që ma gjeps vërtet. Jo ajo që bën, por ajo që dridh kur nuk ke më asgjë për të provuar. Dhe kur kjo dridhje aktivizohet, nuk vin vetëm burrat, vjen jeta, vien kuptimi, vien qetësia, vien gëzimi, sepse ndalon së kërkuari jashtë atë që tashmë e mban brenda vetes. Përfundim, kur një grua e njeh përsëri veten, gjithçka rreth saj ndryshon. Nuk ka më nevojë të ndjek dashurinë, të bind dik për vlerën e saj, të lyp që dikush të qëndrojë, sepse prania e saj e thjesht rrezaton diçka që nuk blihet, nuk luhet dhe nuk detyrohet dot forcë e butë, qartësi energjetike dhe dashuri e jetuar për veten. Dhe këtë energji edhe kur nuk ka emër burrat e ndjejnë. Ata që janë gati, qëndrojnë. Ata që nuk janë, largohen vetë. Louise Hay e dinte kur zgjedh veten me bindje, i gjithë universi ndryshon mënyrën si të trajton. Dhe kjo përfshin dashurinë, marrëdhëniet dhe burrat. Nëse kjo e vërtet preku diçka brenda teje, shkruaj në komente, unë tashmë e kam zgjedhur veten dhe nga këtu mund të më gjej vetëm një dashuri që më ngrit. Shkruaje, ndjeje çdo fjalë, bëje të ëndën, sepse nga sot nuk do ta braktisësh më veten për askën.